Rritja e shpejtë e shpenzimeve ushtarake të Gjermanisë përfaqëson një nga kthesat më të rëndësishme strategjike në Europë që nga fundi i luftës së ftohtë. Në drejtimin e kancelarit Friedrich Merz, Berlini po ndërmerr një program ambicioz riarmatimi që synon ta shndrojë vendin në fuqinë kryesore konvencionale të kontinentit. Ky zhvillim është nxitur nga faktorë të jashtëm si agresioni rus dhe pasiguria mbi angazhimin amerikan, veçanërisht në kontekstin e politikave të Donald Trump. Megjithatë, siç argumenton historiania Aliana Fix, kjo rritje e shpejtë e fuqisë mund të prodhojë pasoja komplekse për balancën e pushtetit në Europë dhe për vetë projektin evropian. Riarmatimi si domosdoshmëri dhe rreziku i hegemonisë së pavullnetshme. Nga këndvështrimi i Berlinit, riarmatimi nuk është zgjedhje, por domosdoshmëri. Me një SBA më pak të parashikueshme dhe një Rusi agresive, Gjermania ndjen detyrimin të mbush boshllëkun në sigurinë europiane. Planet për të rritur ndjeshëm buxhetin e mbrojtjes dhe për të ndërtuar ushtrinë më të madhe konvencionale në Europë reflektojnë këtë ambicie. Megjithatë, analiza e Fix vën në dukje një paradoks, sa më shumë që Gjermania përpiqet të kontribuojë për sigurinë kolektive, aq më shumë rritet rreziku që ajo të perceptohet si një fuqi dominuese. Ky fenomen i hegemonisë së pavullnetshme mund të krijojë tensione, sidomos nëse vendimet strategjike merren në mënyrë të njëanshme ose nëse përfitimet ekonomike përqendrohen kryesisht në Gjermani. Një dimension tjetër shqetësues është politika e brendshme. Në skenar të caktuar, forca populiste si AfD mund të shfrytëzojnë këtë fuqi në mënyra që sfidojnë rendin europian. Reagimet europiane midis nevojës për Gjermaninë dhe frikës nga dominimi. Reagimet e partnerëve europian janë komplekse dhe shpesh kontradiktore. Nga njëra anë, shumë vende e konsiderojnë riarmatimin gjerman si të domosdoshëm për të përballuar kërcënimet aktuale. Nga ana tjetër, ekziston një kujdes i dukshëm për pasojat afatgja. Në Francë, shqetësimi nuk lidhet më me një kërcënim të drejtë për drejtë ushtarak, por me ndikimin strukturor që Gjermania mund të ketë në politikën dhe ekonominë e mbrojtjes në Europë. Frika është se Berlini përmes fuqisë së tij financiare mund të diktojë drejtimin e zhvillimit ushtarak europian. Në Poloni qëndrimi është edhe më ambivalent. Polonia kërkon një Gjermani të fortë për të frenuar Rusin, por historia e ndërlikuar depozita gjeografike e bën ato të kujdesshme ndaj çdo forme dominimi i gjerman. Kjo krijon një tension të vazhdueshëm midis nevojës për siguri dhe frikës nga pabarazitë e reja në Europë. Në thelb, këto reagime tregojnë se edhe pse integrimi europian ka avancuar, ai nuk ka eliminuar plotësisht mosbesimin historik. Rivaliteti industrial dhe kriza e bashkëpunimit evropian në mbrojtje. Një nga dimensionet më konkrete të këtij tensioni është industria e mbrojtjes. Rritja e madhe e buxhetit gjerman rrezikon të ndryshojë strukturën e tregut evropian të armëve, duke fuqizuar kompanitë gjermane dhe duke krijuar konkurrencë të fortë me partnerët, veçanërisht me Francën. Parisi shqetësohet se Gjermania po ndjek një strategji të dyfisht. Nga njëra anë promovon bashkëpunimin evropian, ndërsa nga ana tjetër bën investime të mëdha në projekte kombëtare dhe në sisteme amerikane. Kjo është e dukshme në vështirësitë e projekteve të përbashkëta si sistemi ajror luftarak franko-gjerman, ku mosmarrveshjet mbi kontrollin dhe ndarjen e përfitimeve kanë ngadalësuar progresin. Gjithashtu, iniciativa si sistemi i mbrojtjes ajrore Sky Shield dhe investimet në satelit ushtarak tregojnë një prirje drejt autonomisë kombëtare, e cila bie ndesh me idenë e integrimit të thellë europian. Në këtë kontekst, debati mbi autonominë strategjike bëhet një betejë jo vetëm për siguri, por edhe për ndikim ekonomik dhe teknologjik. Kufizimet e brendshme dhe sfidat e transformimit real ushtarak. Pavarësisht ambicieve të mëdha, Gjermania përballet me kufizime të rëndësishme të brendshme. Historia e saj pas luftës së dytë botërore ka krijuar një kulturë politike të kujdesshme ndaj përdorimit të forcës ushtarake. Edhe pse opinioni publik mbështet rritjen e shpenzimeve, ekziston një hezitim i dukshëm për të marrë një rol udhëheqës ushtarak në Europë. Për më tepër, sfidat burokratike dhe strukturore mund të kufizojnë efektivitetin e këtij riarmatimi. Një pjesë e madhe e investimeve është e destinuar për sisteme ekzistuese, duke ngritur dyshime mbi aftësinë e Gjermanisë për të rinovuar dhe për të ndërtuar një ushtri vërtet moderne dhe fleksibël. Kjo krijon një kontrast midis retorikës politike dhe realitetit operacional. Një tjetër dimension i rëndësishëm është debati mbi bashkëpunimin evropian në financim dhe prokurim, ndërsa disa aktorë kërkojnë më shumë integrim dhe financim të përbashkët. Berlini mbetet i kujdesshëm për shkak të kufizimeve politike të brendshme. Kjo tregon se sfida nuk është vetëm ndërtimi i kapaciteteve ushtarake, por edhe koordinimi politik brenda BE-s. Riarmatimi i Gjermanisë është një zhvillim i pashmangshëm në një mjedis ndërkombëtar, gjithnjë më të pasigurt, por ai sjell me vete pasoja të thella për Europën. Sfida kryesore për Berlinin nuk është vetëm të rrisë fuqinë e tij ushtarake, por të menaxhojë perceptimin dhe ndikimin e kësaj fuqie, për të shmangur tensionet dhe për të ruajtur unitetin europian. Gjermania duhet balancojë ambicet e saj me një angazhim të fortë për bashkëpunim dhe ndarje të përfitimeve. Në fund, suksesi i këtij transformimi do të varet jo vetëm nga kapacitetet ushtarake, por nga aftësia për të ndërtuar besim dhe partneritet të qëndrueshëm në Europë.